Kështu që edhe në rastin e këtyre radarëve, po është një projekt i Ministrisë Brendshme i cili do të zbatohet nga Policia e Shtetit për të shtuar numrin e kamerave të cilat janë të fiksuara, përveç sa automjeteve inteligjente të cilat parkohen në mënyrë tinzare, ta themi, kushdo që kalon dhe kalon. Të gjithë e njohin tani me atë makinë inteligjente të policisë. Do të ketë shtim të radarëve, por kjo bëhet veçanërisht, është bërë edhe vitet e tjera, pra nuk është një risi, bëhet veçanërisht në prag të nisjes së sezonit turistik, sepse shtohet fluksi i qarkullimit të automjeteve në rrugë dhe rrjedhimisht kam shumë aksidente. Përgjithsisht to radar do të vendosen ato që njihen si njolla të zeza, pra në vendet ku përgjithsisht ka pasur një historik të aksidenteve, pra konsiderohen. Unë pash që ato radaret rrezik nisnin nga shtëpia jote dhe deri në destinacion. Pra do të ishin prezente gjatë gjithë rrugës dhe në masë, në sasi të madhe. Pra. Do t'jenë çdo 10 km, pra jo çdo 2 ose 3, por në çdo 10 km. A nuk do t'ishte e drejtë që edhe infrastruktura rrugore t'ishte e përshtatshme, siç i takon një autostradë? Që pjesa më madhe rrugëve janë duke u ribërë, ti respektosh normat, po edhe shteti të respektoj ty, makinën tënde e të gjitha, sepse e kemi parë se si janë rrugët, paktën drejt Durrësit, flasim tani me qenë se është edhe duke u punuar. Po edhe drejt Vlorës, edhe drejt distancionit. Po bëhet, pra ne kemi korridorin Adriatiko-Jonian i cili do të vi, që po vjen tashmë nga Muriqani, Thuman, Kashar, Lekaj, Fier dhe Fier Vlorë, që bëhet lidhja me bypassin, kështu që mund të kalosh prej andej dhe nuk do të kesh të njëjtat problematika që do t'i kishe në... Kemi amortizatorët e makinës në rregull, po. Në Tiranë-Durrës, por shpresojmë që te Tiranë-Durrës të ndërtohet brenda atyre afateve të përcaktuara dhe deri atëherë. Mos harrojmë që Tirana do të bllokohet për 4 ditë, Mario, për shkak të Giro d'Italia. Për shkak të Giro d'Italia do të ketë janë publikuar tashmë masat edhe nga Policia e Shtetit, edhe në Papa Gjon Pali do të ketë kufizime. Ku jemi ne? Kështu që është një event i cili në një farë mënyrë jep një lloj promovimi i Shqipërisë. Një lloj? 800 milion shikueshmëri, pra njerëz që do ta shohin edhe pafund kanale sportive që do të promovojnë vendin. Për këtë është pak e sigurt. Kemi pasur vetëm Roma Feyenoord dikur dhe Shqipëria ndeshja e luajtur në Air Albania dhe le të themi ekonomia mori një lloj gjallërimi të veçantë, kështu që sigurisht që këto eventet sportive i bëjnë. Jam shumë kurioz për ato pamje. Do të jemi këtu dhe do ta komentojmë sigurisht sa të bukura janë ato. Tipike Giro d'Italia, nuk mund të imagjinohet ndryshe. Si mund të duken aty. Mirë, Mario, do të kemi kohë për ta komentuar. Faleminderit. Të mbjella do të jetë. Okej, mirë. Pak publicitet tani dhe më pas me Giro d'Italia, sot në program vetëm patjetër japim shumë informacione, por do të kemi dhe lidhjet tona, po kështu që menjëherë pas publicitetit qëndroni aty, mos u largoni.